Mos më intereson as pëseja, as pëdeja. Më intereson për shembull, është tash pëseja në këtë momente. Në krye të qeverisë thamë, unë dua mirëqenie, unë dua pension, unë dua rroga, unë dua mirëqenie më zonjë, s'm duhet mua propaganda, as më intereson fare. E kupton tash ti, se me këto pensione nuk e përballon dot jetën ai ta marrësh. Ata kjo është çfarë të them është mirim ta marrësh edhe varfëri. Varfëria këtu zhurur këmëk. Në këtë gjendje më falë, me këtë gjendje që është krijuar këtu në neve, domthonë e vërteta nuk i vjen domthonë kombit, domthonë nuk i vjen mirë, sidomos për shembull kush po them, ata që s'kan kushe, s'kan të ardhur, shtresa e mesme, që i kanë pensionet minimale, shtresa e mesme dhe shtresa e varfër. Nuk e përballon dot. Mire është, dakord, besa. Po, megjithatë si tha duhen të ardhur, duhen të ardhur se me këto të ardhur duhet jetosh. Duhet jetosh me zonjë. Po si duket ky ndryshim? Për shembull, Maqedonia, që neve tash kufizohemi, jemi komshi. Me Kosovën, sigurisht, sidomos Kosova një besat në shtetë do të thënë që 20 vjet ka që çliruar ta marrë. Edhe kanë të ardhura, kanë kushte më të mira për popullin e saj. Ajo kupton tash. Tash një minutë, sonon, domethënë këtu, tash po flasëm për punën e naftës, po. Kuptoj. Do thesha këtë, që është 500-600 lekë më pak. Do të thënë, në Maqedoni edhe në Kosovë. Ndërsa këtu tash ndryshe bëhet propaganda, ndryshe veprohet, krejt e kundërta. Ju i përballoni dot këto çmime? Na, asnjëherë moj. Ky është realitet, më që duket, kjo është mëse e vërtetë. Imagjinoja supozo sikur ti je shtinë. Besap në vend ku i thon të shoferit, tek mera. Plus mas andaj, atë, tamosh, po me rastin e naftës, të karburanteve, me janë rritur e çmimet kur i thon ushqimore, që kanë vajtur në stratosferë. Prandaj kjo sonon ta marrëveshi. Është me dhimbje, është me shqetësime të mëdha, edhe nuk je. Pa musi nuk e përballon dot me zonjë ta marrë. Mëse, si të merret një pension për shembull 100.000 lekë ose maksimumi 150 më një. Çfarë do bësh me këto kushte, me këto të ardhura, me këto çmime, me këto tarifa që kanë vajtur me një pension minimal, automatikisht duhet ndrysh shteti. Po shteti e ka dorë, ai e ka timonin ta marrësh. Administratën ai e ka deri në një ta marrësh. Unë si popullet ne pas kemi dy e supozojmë, ne s'kemi asnjë. Neve nisemi nga kjo anë. E di çfarë, më në fund, e di çfarë do të thotë, më falë, unë do të them vetëm këtë. Mos më intereson as pëseja, as pëdeja. Më intereson për shembull, është tash pëseja në këtë momente. Në krye të qeverisë thamë, unë dua mirëqenie, unë dua pension, unë dua rroga, unë dua mirëqenie më zonjë, s'm duhet mua propaganda, as më intereson fare. E kupton tash ti, se me këto pensione nuk e përballon dot jetën ai ta marrësh. Ata kjo është